Shqipëria duket se po konsolidon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si një destinacion ideal turistik. Vetëm gjatë muajit mars u konstatua se Shqipëria është vizituar nga 600.000 shtetas të huaj dhe kjo përbën një rritje prej 10.8% krahasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, kjo rritje vjen pas një fillimi më të ngadalë të vitit dhe sinjalizon për një përshpejtim të ndjeshëm të lëvizjeve turistike dhe udhëtimeve për qëllime personale. Ndikim në këtë trend duket se kanë pasur edhe zhvillime gjeopolitike, veçanërisht pasigurit në lindjen e mesme, të cilat kanë orientuar një pjesë të turistëve europian drejt destinacioneve alternative, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo po konsiderohet një rritje mjaft pozitive edhe përpara sezonit veror, duke parashikuar edhe për një fluks më të lartë vizitorësh në muajt në vijim, si dhe një ndikim në ekonominë vendase. Në total, gjatë muajit mars në Shqipëri, hynë rreth 1.289.468 persona, dhe nga këta, 680.105 ishin shtetas shqiptar, një rritje që tekalon edhe ritmet e vizitorëve të huaj. Të dhënat tregojnë se pjesa dërmuese e turistëve vijnë nga Europa, ku dominojnë vende nga Europa jugore me 80% të hyrjeve, ndjekur nga Europa perëndimore me 7%, ndërkohë që po vjet re edhe një rritje interesit nga kontinente të tjera, si Amerika dhe Afrika, gjë e cila po reflekton për një zgjerim të ardhës së turistëve, të cilët zgjedhin Shqipërinë. Pothuajse të gjithë vizitorët e huaj, rreth 97%, kanë hyrë në vend për qëllime personale, ndërsa udhëtimet për biznes mbeten në nivele më të ulta. Këto shifra konfirmojnë një trend në rritje të turizmit dhe lëvizjeve ndërkombëtare, të ndikuara edhe nga faktor sezonal dhe zhvillime globale, të cilat po e vendosin Shqipërinë gjithnjë më shumë në hartën e destinacioneve të preferuara.